A ka rivalitet mes jush, mes meshkujve dhe femrave? Unë e kam ndjerë këtë. Në ke ndjerë? E kam ndjerë nga meshkuj, sidomos nga burra që janë mosha më e madhe, që kanë disa vite në kuzhinë, edhe çdo na tregosh ti. Fakti që unë mbahem do të pyes, sepse unë zakonisht sheh atë kuzhinës. Në imazhin tim janë pak rumbullak. Nuk janë kështu kaq elegant si puna jote. Kështu kanë qenë në kohët e para në fakt, se tani kanë ndryshuar, sepse gjithë të rinj që punojnë në kuzhinë tashmë janë më të kuruar te kjo pjesë. Burrat e kanë këtë, okay, çfarë do na tregoj kjo, çfarë mund të bëj kjo më shumë se ne. E kanë patur. E si e ke kthyer të përgjigjen me pjatën që ka vendosur përpara? Sigurisht. Ajo që të karakterizon. Ajo që të karakterizon. Ky podcast është prodhim i Onovos.